Abuzimi me antibiotikët ka vendosur në alarm gjithë botën për rritjen e rezistencës së mikrobeve, ndërkohë që edhe Shqipëria klasifikohet si vend me mbipërdorim të lartë të antibiotikëve, duke bërë që shumë infeksione bakteriale të bëhen të vështira në trajtim. Sot një mjek është në vështirësi, ose e thënë shqip një hall të madh, se çfarë antibiotiku duhet përdor për trajtimin e një infeksioni bakteriale. Dhe sipas Institutit të Statistikave, fatkeqësisht përdorimi i antibiotikëve, sidomos në këto 4-5 vitet e fundit, kemi pasur një trend rritje. Si pasojë rezistencës antimikrobike, vendi ynë bazuar në të dhëna zyrtare është përballur me vdekje dhe ditëqëndrimi më të lartë në spitale. Dim që të paktën 300 pacient në vit vdesin vetëm nga antibiotik rezistenca në Shqipëri. Dhe më shumë se sa 1000 pacient vdesin edhe nga mbivendosja antibiotiko rezistenca, sepse kanë dhe sëmundje të tjera shoqëruese. Fajtor për këtë situatë jemi të gjithë, si mjekët, ashtu edhe qytetarët që i përdorin ato pa rekomandim kudo. Ne kemi raste siç janë gripi, ku një pjesë e mirë jo vetëm e mjekëve, por edhe e familjarëve të cilët kërkojnë me një sistem ose shkojnë e marrin vetë në farmaci le themi përdorimin e antibiotikëve. Fatkeqësisht vjen sezoni i beharit, siç e themi ne, dhe gastroenteritet është një sëmundje e shpeshtë dhe përdorimi i antibiotikëve është jashtëzakonisht i madh. Prindrit sidomos në moshën fëminore, por edhe adultët sidomos mosha mbi 70 vjeç abuzojnë me antibiotikët dhe nuk e kanë informimin që nuk shkohet në farmaci të blihet një antibiotik sikur të ishin vitamina. Infeksionet urinare, pneumonit bakteriale, infeksionet e gjakut, infeksionet spitalore, ato seksualisht të transmetueshme dhe tuberkulozi janë më të shpeshta që shfaqin rezistencë. Trajtimi i tyre i kthyer tashmë në sfidë u bë tema qendrore e Kongresit të 27 Europian me mjek dhe studiues nga vende të ndryshme të Europës.